Në laboratorin e Fakultetit të Teknologjisë Ushqimore pranë Universitetit të Tetovës u promovua pajisja për detekim të pesticideve në ushqimet që konsumojmë çdo ditë. Ajo është donacion nga Ministria e Bujqësisë në kuadër të programit për zhvillim rural, kushtoi 12 milion denar. Ova oprema košto će biti upotrebena во делот на проверка и безбедност на резидуи од пестициди во храна и останати производи и уште еден показател дека навистина здравјето на нашите сограѓани, нашите потрошувачи навистина на едно високо ниво. Ваквата подршка ќе значи не само одговорен однос према компаниите кои што ќе имаат потреба од вакви испитувања дополнително и во рамки на овој универзитет и самите студенти ќе може тоа опрема да користат во делот на научно-истражувачката дејност во градење на капацитети. Bëhet fjalë për një investim për rreth 200.000 eurosh apo 12 milion denarësh përmes programit për zhvillim rural, masa 1 konkretisht mbështetje teknike në bujqësi dhe zhvillim rural, e cila mbështet dhe mbulon 100% të kostove për modernizimin e infrastrukturës laboratorike. Rektori UT-s Jusuf Zendeli tha se kjo pjajisje do të shërbejë studentëve të gjitha cikleve, ndërsa dekani i Fakultetit të Bujqësisë Gafur Xhabiri theksoi se pajisja do të shërbejë veçanërisht për analiza të metaleve të rënda dhe kërkime të avancuara. Për arsye se kanë mundësi urtimtimet e tyre shkencore pjesën praktike ta zhvillojnë në këtë laborator dhe mbi gjitha edhe një lidhse me kompani do të kësaj sfere dhe mbi gjitha bashkë me dekanin, stafin do të kemi mundësi që të japim një kontribut tonë në kontrollin e cilësisë së ushqimit. Jemi jashtëzakonisht të kënaqur nga realizimi i këtij projekti, bëhet fjalë për ICP MS të realizuar me Ministrinë e Bujqësisë, Pilltarisë dhe Ekonomizimin e Ujrave, por neve do të jetë jashtëzakonisht në interes për analizat që do të bëjmë për metalet e rënda. Projekti u cilësua si hap i rëndësishëm drejt modernizimit të infrastrukturës laboratorike dhe forcimit të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve adekuate dhe sektorit të agroushqimor, që do të ndikojë drejt për drejt në përmirësimin e cilësisë dhe sigurisë së ushqimit në vend.